meqense është edhe faqe interneti. E vërtet. Nuk është më tepër problemi që kanë arsyet, si më thënë, për fshehur moshën, se sa fakti që ne nuk është se kemi të detyrueshme moshën ose të paktën e fiq bazohemi. Por ka një mund të themi që ka një kërkesë nga një grup që mund ta them diku midis 25 e sipër, që janë edhe që janë edhe faktikisht jo thjesht vizitorë, por domethënë që janë edhe persona që bëjnë realisht porositje direkt nëpërmjet internetit. Elvis, do vazhdojmë të pyesim në fakt sikur je statisticien i website-it tënd, sepse në fakt kemi edhe ne interes të kuptojmë se cilët janë ata që preferojnë më shumë e çka preferojnë më shumë. Dhe le të ngelemi këtu, cilat janë preferencat më të veçanta të rriturve për të lexuar libër dhe të fëmijëve, nëse ka fëmijë që janë bashkuar website-it tuaj. Atëherë, faleminderit për pyetjen, është shumë interesante. Ne faktikisht ndjekim vazhdimisht këto trendet nëse mund të quhet. Pra të shohim kërkesat. Duhet pranoj që kërkesat janë nga më të ndryshmet, për vetë faktin që faqja e ofron. Pra nuk është se kufizuar vetëm një kategori librash, por është vazhdimisht në një zgjerim. Pra, ne jemi rregullisht duke shtuar libra të rinj që dalin në tregun shqiptar dhe që sigurisht pastaj preferohen të blihen nga vetë. Tani për sa i përket librave për të rritur, duke qenë sepse faqja ofron ka shërbim jo thjesht për ata që janë në Shqipëri, por ata që janë në gjithë botën. Sigurisht, është një faqe që mund të klikohet edhe në Tajland. Mund të klikohet dhe fakti është që neve kemi dërguar dhe dërgojmë porosi në gjithë botën dhe Tajlandën akoma të vërtet duhet ta pranoj, nuk e kemi çuar akoma në porosi. Por Zelandën e Re, Australinë është e sigurt. Po. Dhe kështu që Europa është e rregullt. Po tjetër, mirë, Europa është edhe më pranë edhe. Jo më pranë. Kështu që kërkesa në një farë mënyre është shpeshherë për libra që janë nga autor shqiptar. Kjo vjen edhe për shkak sepse librat në gjuhë huaj zakonisht disponohen ose janë të gjetshëm dhe në mënyrë origjinale ose në gjuhën origjinale në vendin e origjinës. Po meqense jemi te këto gjërat origjinale, a mund të ketë libra të veçantë që mund gjenden këtu? Pra, libra të vjetër? Apo quhet pastaj plagiaturë dhe ka probleme të tjera? Ka një është më tepër një punë që si më thënë, kufizohet tek ata që punojnë si koleksionistë ose punojnë që punojnë për kërkimin. Fatkeqësisht puna me librin në shqip ka të mirat dhe të këqija veta. Të mirat sepse sigurisht është një punë që bëhet me pasion dhe ajo që është vërtetësia, do thojë, ajo e keqja, është që shpeshherë librat në shqip dalin me një tirazh të kufizuar dhe pastaj nuk janë më të gjetshëm. Çfarë ndodh? Një libër që botohet me 500 kopje, nuk ribotohet më. Shitet e zem një vit, edhe pra për një vit pak a shumë është i gjetshëm, është mundur domethënë që ose 2 vjet ose 3 vjet varet në varësi të kërkesës që ka vetë libri dhe shpeshherë ndodh që ky libër nuk është më i disponueshëm. Kjo e bën edhe më të vështirë sigurisht për neve që duam të ofrojmë një shërbim sa më të plot për klientët, cilët na kërkojnë libra që janë botuar në 93-shin. Po, është vërtet. Problemi është që ato libra ose janë pluhurosur në librarinë, në bibliotekën personale të shumë njerëzve, ose janë grisur, konsumuar nga koha në cepat e në një librari tjetër, domethënë ose vërtet. Si keni krijuar marrëdhëniet Elvis me të drejtën e autorit në fakt, sepse ju në këtë faqe website-i me sapo po kuptoj, është një faqe falas. Shumë e drejtë. Ajo që neve bëjmë është që ne nuk ofrojmë përmbajtjen e librit. Mase duhet ta kisha sqaruar dhe unë në fillim. Pra, nuk është as pak synimi jon në këtë fazë që të ofrojmë përmbajtjen e këtyre librave, sepse librat që neve tregtojmë ose librat që neve ofrojmë janë libra që janë në format të printuar, pra ne nuk i ofrojmë në format elektronik aktualisht. Planet janë, përgatitjet janë. Kjo bën një dallim të madh. Dhe faleminderit që e bëre këtë pyetje sepse dashje për dashje është një mund të keq kuptonim. Është një aspekt ose është një element shumë i rëndësishëm i vetë funksionimit të faqes, për shkak se kemi plot vizitor, klient, cilët nisen ose kërkojnë me idenë që do të arrijnë të gjejnë edhe librin, përmbajtjen e librit, ose më ndryshe kemi plot vizitorë që thonë na dërgoni pak përmbajtjen e filan libri. Sepse ka faqe të tjera si motra në Europë që e kanë në fakt gjithë përmbajtjen e librit, madje gjithë librin, por kjo ka qenë në një marrëdhënie të drejtë për drejtë biznesi me të drejtën e autorit. Ajo që ne bëjmë është që ajo çfarë bën çdo librari tjetër. Pra, diferenca jonë është thjesht që ne jemi në internet dhe ofrojmë informacionin për librin, ofrojmë në internet në çdo kohë. Pra, interneti këtë ka të mirë që është 24 orë, 7 ditë në javë.
është online, kështu që ne nuk kemi nevojë as të jemi prezent para kompjuterit kur personat hynë. Në fakt, faqja nuk ka vetëm informacione rreth librave të rinj, por ka informacione tjera, opinione edhe shkrime të tjera. Por ajo çka do të dija unë, a merrni reagime nga lexuesit për libra të ndryshëm? Pra ka një hapësirë ku mund diskutohet, mund të jenë libra të huaj, një feedback, mund të jenë libra të huaj të cilët në fakt nga përkthimi nuk kanë pasur një përkthim të mirë dhe ka reagime negative, po dhe libra shqiptar me reagime pozitive e negative brenda. Ka kështu lloj interaktiviteti në këtë lloj forme? Është sigurisht qëllimi, dëshira jonë që neve ta promovojmë dhe ta nxisim diskutimin dhe këtë feedbackun pra nga vetë lexuesit. Tash që në fazat e para kur neve kemi filluar këtë si punë, sigurisht jemi mbështetur tek opinionet dhe tek komentet e lexuesve dhe vizitorëve të faqes. Aktualisht faqja, një nga sistemet kryesorë që ofron është çdo libër në vetvete ka mundësinë që të bëhen komente, pra të shkruajmë përshtypje për këtë libër. Pra ka një forum aty që është një mini forum, tamam, një mini forum në cilin çdo person mund që regjistrohet e futet në faqe, regjistrimi është falas, pra mund ta bëjë çdo kush, mund të lërë komentet dhe përshtypjet e veta. Nëse më lejoni t'ju jap vetëm një shembull se çfarë impakti dhe çfarë efekti ka këto komente që lënë. Po marr rastin e të Mallit Kadare, sepse dashje për dashje është sigurisht ai që godet më shumë dhe që është gjithmonë i përfolur. Vazhdon të jetë më i kërkuari, do të jemi realist, pra në vitin tonë të katërt ai vazhdon të jetë autori, shkrimtari më i kërkuar nga shqiptarët edhe nga lexuesit e huaj. Pra sigurisht tash kemi edhe lexues të huaj. Dhe Kadareja ka këtë praktikë që nxjerr çdo një vit, çdo 2 vjet, po, nxjerr libër të ri, pra një libër që vjen për lexuesin shqiptar. Dhe komentet që ishin bërë tek njëri prej librave të Kadares, që ishte nga librat më të fundit, bënte që tani njerëzit mos preferonin librin më të fundit, por një libër të më hershëm, i cili kishte komente dhe përshtypje më pozitive, pra krahasimisht. Dhe ne vëmë ne këtë direkt. Edhe komenti pra është një ndikues për të gjetur. Ndikon, dhe këto janë komente që janë komente pa censuruara, komente që shkruhen nga vetë vizitorët, nga vetë lexuesit. Pra ata kanë lexuar librin, janë futur në faqe, kanë bërë një koment dhe kanë thënë filan libër, pra me këtë titull. Nuk etika e këtyre të cilët janë të profesionalizuar për të absolutisht, ndonjëherë kjo feedbacku që mund të marrësh nga lexuesi i thjesht mund të jetë ndonjëherë me më shumë vlera për autorin, kam idenë. Megjithatë, flasim për ikonën e librit shqiptar, për cilin kemi të gjithë respekt. Mirë, po është shumë e diskutuar ndër brezat e rinj kjo ikonë. Nuk e di nëse e keni kuptuar dhe ju nëpërmjet forumeve, meqense jemi ke Ismaili Maf. Të rinjt kanë një formë ndryshe të parit Ismailin. E keni vënë re këtë nëpër forume? Në forumin tuaj veçanërisht. Sigurisht. Pra, ata që ndrojnë ke librat e vjetër, njësoj si Vera e vjetër, e cila sa vjen dhe ata e dashurojnë më shumë, të rinjt e kanë fjalën brezi 25 vjeç e poshtë. Ndërsa brezat e më të rriturve ndoshta e kanë kuptuar më thellë. Edhe ai shembulli që po jepja pak më herët, pra nuk po përmend titull, nuk ka nevojë, por ishte pikërisht ishin libra që janë botuar më herët, libra që janë, si më thënë, në stilin, nuk është se kanë ndryshuar shumë stili Kadares, sigurisht, por prap shifen, si më thënë, drithije të reja me lëvizjen e tij jashtë Shqipërisë, kështu që ato tituj që janë botuar më herët vazhdojnë të preferohen, vazhdojnë të duhen, vazhdojnë të kërkohen nga është rock kur i thon. Është rock, është pjesë e kulturës tashmë. Dhe nuk shqitet dot. Ekziston një seleksionimi i propozimeve tuaja? Si procedohet me këtë seleksionim? Sigurisht. Ajo që ne bëjmë është që është pjesë e përgjegjësisë tonë, pjesë e shërbimit që ne ofrojmë për vetë lexuesit është që t'i sugjerojmë libra her pas here. Sugjerimet tona janë të gjëra, sepse dashje pa dashje dhe librat që ofrohen, dhe kryesisht janë librat e rinj janë ata që sugjerohen vazhdimisht. Ne mundohemi që të jemi të asnjëanjës, pra që ta ofrojmë dhe ta propozojmë librin me vlerat që ka vetë, ose me vlerat që vetë lexuesit mund të zgjidhojnë. Jo vetëm për faktin që ka një Nobel. Jo për faktin që ka një Nobel, dhe faktikisht se ajo është shumë e spekulueshme. Shumë vërtet. Neve kemi bërë një kategori brenda lexuesve, pra flasim letërsisë huaj, që janë nobelistët. Por kjo është thjesht për një organizim edhe një mënyrë më të lehtë gjetje nga ana e lexuesit. Por sigurisht fokusi jon nuk ngelet tek promovimi thjesht i nobelistëve, sepse nobelistët janë dhe kanë vlerat e tyre. Është vetë lexuesi, janë vetë vizitorët e faqes ata që në bazë të përmbajtjes së librit, në bazë të prezantimit, në bazë të diskutimeve që bëjnë qoftë në faqen tonë, qoftë në forume të tjera, bëjnë pastaj zgjedhjen për librat
më të preferuar si librat më të Ju kuptuar. sugjerojnë ata librin që duan ta kenë në faqen tuaj dhe të shohin nëse ajo do të vijë në Shqipëri, nëse përkthehet etj etj. Ju sugjerojnë që ta gjejnë informacionin shqip nëpërmjet faqes tuaj? Sigurisht, ne kemi si politik, ne kemi si